Nëse e injoron 16 deri në 31 janarin, mund të humbasësh këtë mundësi. Mesazhi për çdo shenjë. Nga 16 deri më 31 janar, universi nuk po jep paralajmërime, po jep sinjale të qarta. Kjo nuk është një periudhë për ta kaluar pa vëmendje, sepse disa gjëra nuk do të përsëriten më. Disa shenja do përballen me një mundësi që vjen vetëm një herë, të tjera me një zgjedhje që nuk mund të shtyhet më, dhe disa do kuptojnë pse gjërat nuk po shkonin siç duhet deri tani. Nëse këto ditë ndjen paqartësi, presion të brendshëm, ose ndjesinë se diçka po mbyllet dhe diçka tjetër po hapet, kjo video nuk është rastësi për ty. Mos e shiko si parashikim. Shikoje si udhëzim për fundin e janarit. Qëndro deri në fund, sepse mesazhi yt mund të vijë në momentin e fundit. Dashi, gjysma e dytë e janarit sjell për ty një ndjesë urgjence që nuk duhet shpërfillur. Në punë shfaqet një mundësi për të ndryshuar drejtim ose për të marrë më shumë përgjegjësi, por kërkohet qetësi në vendimmarrje. Marrëdhëniet personale hyjnë në fazë sqarimi, ku sinqeriteti bëhet i domosdoshëm. Financiarisht është periudhë për rregullim dhe jo për rrezik. Emocionalisht ndjen se diçka e vjetër po mbyllet dhe kjo hap hapësirë për fillime të reja. Një bisedë në ditët e fundit të muajit sjell kthesë. Mos vepro nga impulsi, por nga vetdia. Nëse zgjedh durimin dhe fokusin, kjo periudhë mund të kthehet në pikënisje të rëndësishme për muajt që vijnë dhe për një drejtim më të qartë personal. Demi, nga mesi i janarit deri në fund, ritmi yt kërkon stabilitet dhe vendime të menduara mirë. Në punë, një situatë kërkon këmbëngulje dhe besim në aftësitë tua, edhe nëse të tjerët dyshojnë. Marrëdhëniet personale përballen me nevojën për më shumë prani dhe më pak heshtje. Financiarisht, kjo periudhë është e favorshme për planifikim afatmesëm dhe riorganizim. Emocionalisht, kërkon siguri dhe qartësi, jo premtime boshe. Një ndryshim i vogël në rutinë ndikon pozitivisht në gjendjen tënde. Mos u kap pas asaj që është vetëm e rehatshme. Nëse hapesh ndaj një ide ndryshe, fundi i muajit sjell ndjesi besimi, qetësie dhe përparimi të qëndrueshëm. Binjakët. Kjo periudhë të shtyn të përballesh me zgjedhje që nuk mund të shtyhen më. Në punë, informacioni shtohet, por duhet filtruar me kujdes për të mos u shpërndar. Marrëdhëniet personale kërkojnë komunikim të qartë dhe vendosje kufish. Financiarisht, shmang shpenzimet impulsive dhe fokusohu te ajo që ka vlerë afatgjatë. Emocionalisht, mendja është aktive dhe kërkon qetësi për të mos u lodhur. Një lajm ose takim i papritur sjell perspektivë të re. Mos u përpiq të bësh gjithçka njëkohësisht. Nëse zgjedh fokusin dhe organizimin, gjysma e dytë e janarit të ndihmon të mbyllësh muajin me qartësi, ide të freskëta dhe një ndjesi kontrolli mbi drejtimin tënd. Gaforja. Fundi i janarit prek thellë anën emocionale dhe kërkon vetdije të brendshme. Në punë, është e rëndësishme të mos marrësh mbi vete ngarkesa që nuk të përkasin. Marrëdhëniet personale kërkojnë ndjeshmëri, por edhe guxim për të shprehur atë që ndjen. Financiarisht, periudha është e qëndrueshme, por kërkon kujdes në detaje. Emocionalisht, ndjen nevojë për mbrojtje dhe qetësi. Një reflektim i thellë ndihmon të lësh pas diçka që të ka rënduar. Mos u mbyll në vetvete, por kërkon mbështetje aty ku e ndjen të sigurt. Nëse dëgjon intuitën dhe nuk e shtyp ndjeshmërinë, kjo periudhë mbyllet me lehtësim, paqe të brendshme dhe qartësi për hapat e ardhshëm. Luani. Nga 16 deri më 31 janar, fokusi kalon te mënyra si përdor fuqinë personale. Në punë, një situatë të vendos në qendër të vëmendjes dhe kërkon maturi, jo imponim. Marrëdhëniet personale përmirësohen kur lë krenarinë mënjan dhe shpreh ndjenjat hapur. Financiarisht është periudhë e qëndrueshme, por shmang shpenzimet për të impresionuar të tjerët. Emocionalisht ndjen nevojë për vlerësim dhe mbështetje reale. Një reagim i qetë ndryshon rrjedhën e një bisede të rëndësishme. Mos kërko kontroll absolut. Nëse zgjedh bashkëpunimin dhe dëgjimin, fundi i janarit sjell vetbesim më të shëndetshëm, marrëdhënie më të pastra dhe një ndjesi force që nuk ka nevojë të provohet. Virgjëresha. Gjysma e dytë e janarit të shtyn të rregullosh çështje që kanë mbetur pezull. Në punë, vëmendja ndaj detajeve sjell rezultat, por perfeksionizmi i tepruar mund të lodhë. Marrëdhëniet personale kërkojnë më shumë fleksibilitet dhe më pak kritik.
Financiarisht, kjo periudhë është e përshtatshme për planifikim dhe stabilizim. Emocionalisht, ndjen nevojë për qetësi dhe kontroll mbi rutinën. Një vendim i vogël sjell lehtësim të madh. Mos u mbingarko me përgjegjësi që nuk janë të tua. Nëse vendos kufi të shëndetshëm dhe i beson procesit, fundi i muajit sjell qartësi mendore, ndjesi rregulli dhe përparim të qëndrueshëm. Peshorja. Nga mesi i janarit, balanca bëhet tema kryesore e kësaj periudhe. Në punë, diplomacia dhe aftësia për të ndërmjetësuar të ndihmojnë të shmangësh konflikte. Marrëdhëniet personale kërkojnë sinqeritet dhe vendosje kufish, edhe nëse kjo sjell përkohësisht tension. Financiarisht, është moment për rishikim dhe jo për shpenzime impulsive. Emocionalisht, ndjen nevojë për harmoni dhe ambient të qetë. Një zgjedhje personale të ndihmon të ndihesh më i lirë. Mos sakrifiko veten për paqe të rreme. Nëse dëgjon zërin tënd dhe ruan ekuilibrin, fundi i janarit sjell marrëdhënie më të shëndetshme dhe ndjesi stabiliteti. Akrepi. Kjo periudhë sjell thellim emocional dhe nevojë për transformim të brendshëm. Në punë, një situatë kërkon durim dhe reagim të matur, jo përballje direkte. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti, por fjalët duhet zgjedhur me kujdes. Financiarisht, shmang rrezikun dhe fokusohu te menaxhimi i qëndrueshëm. Emocionalisht, ndjen se një kapitull po mbyllet. Një reflektim i thellë ndihmon të çlirohesh nga ngarkesa e vjetër. Mos u izolo, por ruaj distancë të shëndetshme. Nëse zgjedh vetë kontrollin dhe qartësinë, fundi i janarit sjell ndjesi fuqie të brendshme, drejtim më të qartë dhe stabilitet emocional. Shigjetari. Gjysma e dytë e janarit të fton të reflektosh mbi drejtimin që po merr jeta jote. Në punë, një ide ose projekt kërkon më shumë strukturë dhe durim për të zhvilluar si duhet. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti, por shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund t'i mbash. Financiarisht, është periudhë për vlerësim realist dhe jo për rrezik të panevojshëm. Emocionalisht, ndjen dëshirë për liri dhe ndryshim, por kërkohet përgjegjësi. Një bisedë e hapur sjell qartësi dhe lehtësim. Mos e neglizho procesin duke u fokusuar vetëm te rezultati final. Nëse vepron me vetdije dhe durim, fundi i janarit të sjell motivim të ri, qartësi mendore dhe ndjesi drejtimi të qëndrueshëm. Britsjapi. Nga mesi deri në fund të janarit, përgjegjësitë rriten dhe kërkojnë organizim të kujdesshëm. Në punë, përkushtimi yt vërehet, por është e rëndësishme të mos marrësh gjithçka mbi vete. Marrëdhëniet personale kërkojnë më shumë fleksibilitet dhe hapje emocionale. Financiarisht, kjo periudhë është e favorshme për planifikim dhe rregullim afatgjat. Emocionalisht, kërkon stabilitet dhe siguri, por mos e mat vlerën tënde vetëm përmes arritjeve. Një vendim praktik sjell lehtësim. Lejo veten të pushosh pa ndier faj. Nëse ruan balancën mes detyrës dhe jetës personale, fundi i muajit sjell ndjesi sigurie, qartësi dhe besim në rrugën që po ndërton me durim. Ujori. Kjo periudhë zgjon nevojën për ndryshim dhe mendim ndryshe. Në punë, një ide kërkon bashkëpunim për t'u realizuar, edhe pse dëshiron pavarësi. Marrëdhëniet personale përmirësohen kur shpreh ndjenjat pa u distancuar emocionalisht. Financiarisht, shmang vendime të papritura dhe përqendrohu te stabiliteti. Emocionalisht, ndjen nevojë për hapësirë personale dhe reflektim. Një moment qetësie ndihmon të riorganizosh prioritetet. Mos u shkëput nga të tjerët për të ruajtur lirinë. Nëse balancon individualitetin me lidhjet, fundi i janarit sjell ide të freskëta, qartësi mendore dhe ndjesi kontrolli mbi drejtimin tënd. Peshqit. Fundi i janarit thekson ndjeshmërinë dhe intuitën, duke kërkuar vetdijen emocionale. Në punë, ndjesia e brendshme të udhëzon drejt zgjedhjeve më të mira, por duhet edhe realizëm. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga empatia dhe dëgjimi i sinqert. Financiarisht, periudha kërkon maturi dhe planifikim të thjeshtë. Emocionalisht, ndjen nevojë për qetësi dhe mbrojtje energjie. Një reflektim i brendshëm ndihmon të kuptosh çfarë duhet lënë pas. Mos u mbyll në mendime, por gjej mënyra të shëndetshme shprehjeje. Nëse ruan ekuilibrin mes ndjenjës dhe realitetit, kjo periudhë mbyllet me paqe të brendshme, qartësi dhe një ndjesi drejtimi të butë por të sigurt. Gjysma e dytë e janarit nuk është thjesht vazhdim, por përzgjedhje. Çdo shenjë përballet me një mundësi që kërkon vëmendje, jo nxitim. Komento shenjën tënde.
Vendos like nëse e ndjeve mesazhin. Abonohu që të mos humbasësh periudhat kyçe. Shpërndaje me dikë që duhet ta dëgjojë këtë mesazh.